Niseni ditën me një banane dhe një gotë ujë. Do befasoheni nga përfitimet. Mënyra se si e nisni ditën ka shumë rëndësi se si do të vazhdojë ajo. Dieta e njohur si banania e mëngjesit është tejet e thjeshtë dhe shumë e lehtë. Arsyeja pse kjo dietë vlerësohet se ka efektivitet është për shkak se bananet promovojnë tretjen dhe përshpejtojnë metabolizmin. Gjëja e dytë pozitive është se bananet janë të pasur me substanca të cilat lehtësojnë edhe komplikacionet e tretjes. Për sa kohë që bananet konsumohen pas mëngjesit, mund të jenë një zgjidhje shumë e lehtë. Për këtë do ju duhet në mëngjes të konsumoni një banane ose më shumë derisa të ndjeni të ngopur dhe një gotë ujë. Në drekë mund të përfshini gjithashtu edhe ushqime të tjera. Sipas dëshirës, në dietën tuaj banania do t'jap rezultatet e rëndësishme ushqyese në mbajtjen larg të komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së trupit. Ndaj mund të konsumoni një gotë me ujë të ngrohtë me banane pas mëngjesit si një zgjidhje ideale.